Çaka jep sinjalin për të nisë ndeshja në Malishev. Hasrollaj avancon tutje drejt Hasrollaj. Arkimi tirës të këshëm qanë mundësie, jashkën topi. Rasti i parë për Malishevën sot. Pasimi në krah. Velio apo është Ramadani kë. Intervenon portieri Avdyli. Tani është Velio me gjithë e gabuar larg qëllimit ishte këto. Alio kemi Tahirit shojmë. Goditja me thembër. Nuk ka penalti, thot Ardan Çaka. Protestat e vendosve me gjithë ishte një goditje çuditshme aty me thembër. Velio bukur çfarë pasimi. Velio aksion i jashtëzakonshëm. Goli anullohet për momentin 5-0. Me të vërtet ishte aksion shembullor ky. Ardi Tahiri finalizoi. Do të konfirmoj Namani dhe Bruti. Ramadani nisët për para. Valmir Velio. Velio do të shkoj vezvet, jo. Kombinimi me Gashiani. Velio 2-0 Lapi. Nuk dalet në skuadra e Lapit. Shënon 2 herë brenda 3 minutave. Tjetër aksion i bukur. Thashën më herët se duke në top form sot edhe Velio edhe Gashiani po fluturojnë krahët e Lapit. Fantastike në praverja mundësia. Velio intervenon Avdyli. Korner. Aliu dhe Hasrollaj të vendosit. Arkimi 2-1 kthehet në lojë Malisheva. Minuta e 52. Kush arriti të shënoj këtu? A ishte Lauren Gjylani. Ka shumë deri në fund dhe ky gol do ta bëjë shumë interesant vazhdimin e kësaj ndeshje. Një gjatë. Pasimi me një herë shumë aty. Gjylani mundësia. Lauren Gjylani intervenon Qariq. Betet 1-2. Minuta 61. Namani me të parën, pasimi drejt Tahirit. Ja rasti Ardi Tahiri, intervenon Ilir Avdyli. Ramadani nga këndi, Arkimi është i lartë, goditja me kokë dhe përfundon në rrjedha i top. Shojmë vendimin nga Çaka, golin nuk vlen. Më duket se Çaka sinalizoi që topi kishte dalë jashtë vijës fundore në fluturim e sipër. Këtu nuk ka ndërhyrje të palejuar. Tahiri ka arritur ta çojë në rrjeta të top. Nuk sinalizoi faul këtu. Gashiani. Ja mundësi për goditje. Musolli intervenon. Avdyli Gashiani edhe njerë tjetër. Ilir Avdyli. Malisheva mbetet në lojë. Loja do të vazhdoj. Pasimi i gjatë tani ka pozicion jashtë loje. Mundësi për Hasanin. Hasani. Pasimi te Gashiani. Elvir Gashiani. 3-1 Lapi. Jo. Goli nuk vlen. Pozicion jashtë loja atje në start të aksionit për Hasanin. Dhe goli është i rregull. 3-1 Lapi. 3-1 Lapi afër fitores. Elvir Gashiani shënoi. Rivënia Ancore. Kac mjafton thot Çaka, fitore e madhe e Lapit, e treta rresht.